Ka pas, Ilir, ka pas shumë të thëna dhe të dhëna për disa prej komunave ku po konsiderohet që është gara më e nxehtë, që kanë qenë të organizuar edhe treni bullgar, siç jemi mësuar ta dëgjojmë, të cilat procese ende nuk kanë marrë verdikt. Ne po organizojmë edhe ballotazhe, ne ende kemi procese të hapura edhe në hetim për zgjedhjet e raundit parë, dhe rrjedhimisht këto tregojnë një lloj pasigurie tek partitë politike, të cilat orvaten që në një që të marrin votën me dëshirë, të marrin në një lloj forme me shantazh, duke u abler me ndonjë thes miell, vaj, sheqer, kontinuisht, domethënë ende ekzistojnë këto gjëra sepse kemi pande në kalumen deri para 5 viteve që kishte filluar të zbehej, por kanë ardhur shprehje prapë dhe kjo fatkeqësi kjo tregon gjendjen e rënd ekonomike dhe financiare të qytetarëve. Shfrytëzojnë ditën e zgjedhjeve që të bëjnë votën e tyre pazar, themi, me gjuhën e popullit. Kjo fatkeqësi për demokracinë, por edhe për jetën socio-ekonomike